Selamu alejkum, ky është mesazhi 62 një minutësh. Një mbreti njëherë i kishte nduruar 2 skifterë të vegjël, ai më njëherë kishte thirrur trajnuesin e skifterëve që t'i marrë dhe t'i trajnoj. Pas disa muajsh u kujtua dhe tha ma thirrni trajnuesin e skifterëve dhe e pyeti çfarë u bë me ata dy. Tha o mbret, njëri prej tyre fluturon lart në qiell ndërsa tjetri nuk e lëshon degën në cilën qëndron. Mbreti më njëherë tha t'i thirrni të gjithë specialistët në mbretëri që ta gjejnë ku është problemi dhe pse nuk fluturon skifteri, por askush nuk mund t'i gjente derman. Derisa një fshatar u paraqit dhe tha unë doja zgjedh hallin mbretit. Erdhi fshatari dhe pas një kohë shumë të shkurtë, skifteri më njëherë filloi të fluturojë. Mbreti e thiri dhe e pyeti, tha çfarë bëre? Tha nuk bëra diçka të veçantë, o mbreti im. Unë thjesht e theva degën në të cilën qëndronte skifteri. I dashuri vëlla, e dashura motër, mesazhi nga kjo ndodhi është jashtëzakonisht i madh. Ne shpesh herë në jetë, duke u ndjerë të sigurt në zonën tonë të komfortit, refuzojmë të dalim nga ajo dhe kështu humbasim të zbulojmë edhe vetë potencialin tonë. Le të mos harrojmë, nëse duam të zhvillohemi, do e mos t'i thyejmë degët në cilat ndihemi të sigurt.